ishte tetori i vitit 1987. Në Tiranë, mes mira njerëzve që jetonin ditët e mbrame të diktaturës, një shkrimtar enigmatik që askush nuk ja njihte veprën, madje që pakush mund ta dinte sa i shkruante, përpiqej të merrte një vizë për në Itali. Pas arsyes zyrtare për të vizituar motrën e tij të vetme atje, flinte një plan i fshehtë që vetëm ai e dinte. Synonte të kalonte në fshehtësi një roman që ai e kishte shkruar në italisht për ta botuar matandetit e për t'i zbuluar botës historinë tragjike të shqiptarëve në diktaturë. E shkruar me një kaligrafi të imët dhe e ngjeshur në pak fletë, e fshehur me kujdes nën tabanin e çantës së udhëtimit, vepra e tij arriti t'i shpëtonte kontrollit doganor, duke kapërcyer me sukses pengesën e parë. Por, a do t'i gjente do të rrugët për ta botuar? A do t'i mjaftonin ato pak ditë të vizitës së tij në Itali për ta deshifruar dhe lënë dorëshkrimin gati për botim? A do ta zbulonte regjimi këtë akt disidence? A kishte shkruar vepra të tjera dhe ku i fshihte? Si dhe kur punonte për këto vepra dhe pse ato u zbuluan vetëm pas vdekjes së tij në vitin 1993 në një valixhe plot me dorëshkrime. Kjo është vetëm një copës e një historie të patreguar të shkrimtarit, kimistit dhe poliglotit Robert Prifti, i cili guxoi dhe sfidoi regjimin me një kolan veprash që vërtet nuk i botoi saqë gjallë, por përmes tyre la dëshminë e një qëndrese të rrallë intelektuale. Robert Prifti ishte poliglot, njohës i 8 gjuhëve të huaja dhe kimist me profesion. Përgjatë viteve të diktaturës, ai u njoh si mësues i disa lëndëve shkencore, si dhe i gjuhëve të huaja. Por, në më shumë se 4 dekadat e diktaturës, kur ai jetoi, kishte shkruar një varg veprash në prozë dhe poezi, të gjitha në gjuhën italiane, vepra për të cilat nuk kishte njohuri as familja e tij. Kjo krijimtari e zbuluar rastësisht pas vdekjes së tij të beftë në tetor të vitit 1993, fillimisht nga i biri Edgari e më pas edhe nga lexues të një rrethi më të gjerë, do të shpërfaqte në publik profilin e një shkrimtari me kuraj të rrallë intelektuale dhe njëkohësisht një histori të rrallë, krijimi dhe qëndrese. Robert Prifti është ende një figurë enigmatike e terrenit letrar shqiptar, duke qenë se një autor zgjedh një gjuhë të huaj për të shkruar veprën e tij, automatikisht vepra e tij përjashtohet nga të qenit vepër letrare e një vendi që ka një gjuhë të caktuar. Ky është paradoksi më i madh që përfaqëson Robert Prifti, dhe nisur nga vlera që përfaqëson vepra e tij, rrethet letrare, sidomos qarqet dhe klanet letrare funksionale në këtë vend, e kanë patur shumë të kollajta përjashtojnë për faktin e thjeshtë se ky njeri nuk ka zgjedhur gjuhën shqipe për ta shkruar veprën e tij. Për ta thënë të vërtetën dhe për të mos u rrezikuar nga e vërteta, zgjedh 2 elemente shumë të rëndësishme. Zgjedh gjuhën për të artikuluar jo një vepër, jo 2 vepra, jo 3 vepra, po një sasi të konsiderueshme veprash që mund të numërohen 8 deri në 10 të tilla. Dhe në të njëjtën kohë zgjedh misterin e njeriut asket që gjithçka mund të përfytyrohet, por shkrimtar nuk e ka arritur ta përfytyrojë askush në realitetin në cilin ai jetonte. Robert Prifti lindi në Korçë më 15 dhjetor të vitit 1925 në një familje rrobaqepsish. Prindrit e tij, Ilia dhe Angelina, së bashku me 2 vëllezërit dhe motrën, u shpërngulën në Tiranë, ku Roberti ishte vetëm 2 vjeç.
dhe gjithë fëmijërinë dhe rinin e ershme do ta kalonte në Tiranën e viteve 30-40, i mbrojtur me ajkën e kulturës shqiptare të atyre viteve dhe në klimën e një familje të paqët e të kulturuar. Ishim 6 vetë, nëna, babai, Ilia, babai Robertit, Angelina, mamaja e tij, Andormaqi apo Andro, motra e madhe e tyre, ishte Haralambi apo Lambi, vllai tjetër që ishte mbas Andormaqit, Themistoklio, që ishte vllai i tretë, dhe Roberti që ishte vllai më i vogël i tyre. Një familje që vërtet reprezentonte mirësi, edukat, dashuri, dhe që unë e kam përjetuar që kur kam qenë fëmijë vetë. Edhe ishim pothuajse natë për natë, kalonim tek familja e tyre, se ishim tek pazari i shtëpinë, ne kishim te rruga Bardhyl. Dhe gjithmonë kaloshim, përshëndetshim, luajmë diçka dhe domethënë unë e kam ndjerë veten shumë mirë tek ajo familje. Ishin të dy rrobaqepës me shumë vlera, domethënë njëri ishte i madhe Lambi, ishte në byron e projektimit të rrobaqepsisë tek farmacia, ish përfarma. Vllai tjetër ishte tek sallon moda, të dy usta Lambi, usta Misto. Dhe një edukat vërtet shëmbullore që i dhanë edhe fëmijëve të tyre. I madhi Lambi kishte 4 vajza, Elsën, e cila fatkeqësisht ka ndruar jetë, Angelinën, Lilianën dhe Meritën. Ndërsa Themistoklio kishte apo ka 3 vajza, Luizën, më të madhen, Antonetën dhe Klarën. Këto 7 vajza ishin si motra për mua, dhe unë si vllai vetëm i tyre. Edhe mund kanë lënë mbresa sot e kësaj dite mbresa të jashtëzakonshme. Kemi një marrëdhënie të mirë. Robert Prifti u rrit në këtë klim familjare, ndërkohë shkollimin e kreu në gjimnazin e Tiranës, duke vijuar mëtej për biokimi. Edgari rrëfen se pas luftës i ati punoi për disa vite si kimist në Institutin e Kërkimeve Shkencore, ku njohu edhe bashkëshorten e tij të ardhshme, Luigjina Kodhelin, me të cilën e lidhte jo vetëm bota shpirtërore, por edhe trashëgimia e saj familjare me rrënjë të forta patriotike. Pikërisht të asaj periudhe të hoveve rinore i përkasin edhe krijimet e para letrare të Robert Priftit, disa poezi në gjuhën shqipe e më pas, si e prerë me thik, gjithçka tjetër që ai shkruan vjen në gjuhën italiane. Ai ka filluar në vitet 50 të shkruajë disa poezi në shqip dhe pastaj e pa, domethënë, të pamundur që ai të botonte diçka këtu, kështu që e kaloi pastaj të shkruante vetëm në italisht. Fillimet e veta letrare i ka me 2 letra dashurie. Unë mendoj kështu, i ka 2 letra dashurie që ja ka shkruar gruas së tij, aso dashurës së tij, se në atë kohë, në vitin 1952, ishte 27 vjeç, e ka bërë një pamflet të pikpamjeve dhe horizonteve dhe bindjeve të veta se çfarë kërkonte, çfarë shihte dhe çfarë mund të bënte. Dhe nuk është duke ju drejtuar një gruaje ose një femre, është duke ju drejtuar një institucioni mbrojtës, si drejtohej një shenjtore për të qenë një ideal shtytës për misionin që ai do t'i vendoste vetes. Kërkonte një grua për të krijuar një model se si gruaja mund ta mbrojë një burr me dashuri për atë që ai ka vendosur të realizojë në jetë. Kjo është njëra nga letrat e kësaj periudhe, mban datën 27 gusht 1952. Roberti ja drejton Luigjinës që e thërriste me përgëdheli Gjixhinko. Mendoj, ose më mirë të them, meditoj Gjixhinko. Duke medituar shikoj brenda meje, tek unë po ndodh një transformim, e ndjej, po e ndjek në çdo anë të zhvillimit të tij. Drejtoj vështrimin tek e ardhmja, tek vepra ime, nuk e marr në konsiderat veprën time. Më duket që sharake kjo vepra ime që kufizohet në këtë fjalë të vetme të varfër.
Megjithse i burgosur i kohës në këtë të tashme pjesë të jetës sime përpara meje, po përvijohet në trajta më të përmbledhura, më të pastra një simbol. Simboli që duhet të këndoj unë për njerëzimin. Pse atëherë për një detyrë modeste, për një detyrë apo më tepër për një borxh? Tek unë flet gjithçka përveç qeshjes time, qeshja ime e lehtë ironike, në ndonjë rast tekanjoze, por ama një qeshje e shkujdesur për i fëmijë që kur hesht rikumbon me një kundërkohë ndaj meje dhe ndaj të tjerëve. Por, megjithatë është e imja, sepse po të mos ishte e imja, një tjetër nuk mund të kishte qeshur kështu. Pa këtë qeshje, pa këtë lëkundje në aventurat e ligësisë së mendimit, pa buzën time që shpërfill, pa vozitjen time në fëminoren, si do mundesha të mbijetoja? Si do mund ta kishte duruar shpirti im i harlisur këtë rregull të ideve që na imponohet? Ti je shumë e shtrenjtë për mua dhe dua që të jesh e tillë. Je e shtrenjtë sepse si një flatër mbrojtëse ti duhesh të mbulosh shpërthimin e ndjenjës time kundërshtare ndaj shoqërisë që na imponohet dhe nuk duhet i lësh të kuptojë asnjëriu përveç vetes flakën që digjet tek unë. Por kujdes, Gjixhinko. Megjithse e di që kujdesi është i rrënjosur në shpirtin tënd, ti mos ja zë frymën flakës time me mbulimin e tepruar. Por lër të depërtoj një rrymë ajri e nevojshme për ta mbajtur atë ende të ndezur. Por duhet të mendosh edhe për veten. Nëse do tregosh dobësi dhe duke menduar për të mirë në këtë dobësinë tënde në mënyrë të pandërgjegjshme, do të mbetesh e lënduar, do humbasësh. Roberti ka qenë 27 vjeç kur e ka shkruar këtë letër, 1952 në gusht. Dhe duket se, domethënë, se kur i thot çfarë është në gjendje të bëj ky person për veten vet për të ngretur kokën këto meskin. Domethënë, donte diçka, vlonte në shpirtin e tij, donte të bënte se e dinte fare mirë si ishte ai sistemi, dinte nga eksperjenca e Bashkimit Sovjetik se çfarë tmerri do ishte. Me ato gulakët, me ato shpërngullit që bën ato internimit që bënte Lenini e pastaj më pas Stalini, ai dinte fare mirë këto. Luigjina ishte streha perfekte shpirtërore ku ai mund të ligjëronte idetë e tij, revoltën, kundërshtit, mëdyshjet dhe zhgënjimet me të cilat ai përballej çdo ditë. Tek ajo stre, ai shihte tipare të një shpirti të ngjashëm me të tij, sfondi historisë të familjes së Luigjinas dhe aspiratat e idealeve patriotike të Adit, gjithashtu ishin një forcë tërheqëse drejt saj. Edgari ndalet dhe e kthen rrëfimin pas në kohë, duke zbuluar paksa historinë e rrënjve familjare të nënës së tij. Periardhja familjare e mamas lidhet së pari me një zhvendosje, po ta themi kështu, të gjyshes time. Maria France, lindur në Gjermani, në krajinë e Sudeteve, krajinë e cila më vonë ju aneksu Çekoslovakisë. Maria kreu gjimnazin në Vjenë, në kohën e lullëzimit të perandorisë austro-hungareze. Pra ajo lindi në 1994 edhe erdhi me një mision ndihmësh, u dërgua, sepse Austro-Hungaria dhe Austria sot e ka shumë për zemër Shqipërinë. Dhe aty njoh gjyshin Luiq Kodhelin. U martuan, bën 4 vajza, lindën 4 vajza. Vajza e madhe, Rozmarina, që mbeti gjallë në jetë, Kjarina, që në moshën 17 vjeç e pak vdiq, Gizela, e treta, që vdiq në moshën as 2 vjeçja, dhe Luigjina, e vogla, mamaja ime, e cila mori edhe, ose i dhan edhe emrin e gjyshit tim, apo babait saj Luiq Kodheli, Luigjina, edhe ajo mbeti në jetë. Edgari rrëfen shkurt historinë e gjyshit të tij, një pjesë e karrierës së të cilit lidhet ngushtë me zhvillimet politike të Shqipërisë gjatë viteve 20. Luigi pati mbaru për financë në Itali. Në moshën 23 vjeçare, direkt pas studimeve, ai vjen e merr pjesë, këto janë të saktësuara me gazetat e saj kohe.
merr pjesë në betejën e Malësisë Madhe. Në moshën 25 vjeçare është antar i delegacionit të parë shqiptar të adhetarëve në Trieste në 1930-ën, ku diskutoheshin të drejtat të vendit tonë me pjesëtar të tjerë si Fanoli, Hilmosi, Fuad Bey, nuk e di çfarë është një listë e tërë. Ishte edhe Luiz Kozeli ato. Në 5 kallënur, pra janar, të vitit 1928 emërohet inspektori i përgjithshëm i Kryesisë së Republikës, ku kryetar Republike ishte Ahmet Zogu, dhe 8 muaj më vonë, mbasi Zogu veç pallat mbret, vazhdon të jetë inspektori i përgjithshëm i laborit mbretëror. Në një kalim që bëri në lumin e Kirit, në këmbë për të inspektuar veriun, ai merr një pneumoni të fortë, mbretëria e çon në Davos, në Zvicër, ku edhe sot është klinika e për mushkrit, nuk arrin, nuk i kalon dhe la amanet që ta varrosin në Shkodër. Pas këtij momenti, bashkëshortja gjermane e Luigjit, Maria, vendos të vijojë jetën e saj në Shqipëri dhe të fokusohet në rritjen dhe edukimin e 2 vajzave të saj. Gjyshja ime, Maria, 36 vjeçare në atë kohë, kur i vdiqi shoqja, i mbeti e vej, me 2 goca të vogla, vazhdonte të rrinte në Shqipëri, kur mund të shkonte në Gjermani ke njerëz të vet. Pra, gjyshi dhe ajo vet sigurisht e donte Shqipërinë, deshte të kontribonte për Shqipëri. Dhe këtë e pasoi pastaj edhe tek fëmijët e vet. Vendosja e regjimit komunist e gjen Luigjinën në moshën e studimeve. Ajo do të shkëlqejë në shkollë dhe shpejt do të jetë një prej shkencëtarëve të para shqiptare që do të kontribuojnë në vendin e saj. Mamaja, Luigjina Kozeli, apo Prifti, u dërgua të studiojë në Sarajevo për inxhiniere agronome. Mas 6 muajsh kthehet bashkë me gjithë studentët e tjerë që prishin marrëdhënien me Jugosllavinë në 48-ën dhe u dërgua pastaj gjithë ky grup që u kthye, u dërgua dikush në Çekinë, Poloni, në këto vendet e ish demokracisë. Dhe mamasi qelloi që të studionte në Rumani. Siç shpjegon Edgari, në shënimet biografike që kalon e oma Luigjina, ajo shpjegon se si në Rumani ju desh të jepte brenda një viti të gjithë provimet e 2 viteve shkollore dhe të gjitha në gjuhën italiane, e po ashtu edhe diplomën e mbrojti në sezonin special, jo në verë, por në dimër, dhe shkruan për t'i ndihmuar atë dheut sa më shpejt. Bëri laboratorin e parë të mbrojtjes të bimëve. Është edhe një rast interesant se mamaja në kohë që ishte Peço Kagjini ishte zëvendës ministër i bujqësisë, mamaja ishin caktuar drejtore të arsimit bujqësor në ministri. Dhe dikur e propozon ta bënë ministre, por ajo dhe për ta bërë këtë hap, duhej që mamaja të hidhte të bënte kërkesën për të bërë antar e partie. Gjë që ajo nuk mund ta bënte, nuk donte ta bënte dhe s'mund ta bënte sepse atëherë gërmoshin biografitë pastaj dhe do e nxirrshin që ishte e babai i saj pastaj. Por u shpreh, më thënë që unë nuk e shoh akoma veten të aftë për të futur në parti, do punojmë në këtë drejtim. Edhe ju shmang kështu, vash shmang kësaj dileme dhe këtij momenti që mund t'i kishte kushtuar edhe saj. Vitet 50 duket se kanë lënë shenjë të fortë në jetën, karrierën dhe krijimtarinë letrare të Robert Priftit. Ai nis të punojë si arsimtar në shkollat e mesme, duke dhënë mësim në lëndët e shkencave natyrore dhe gjuhët e huaja. Por një hije përndjekëse që nuk i shqitej, synon të largoj sa më larg kryeqytetit. Pastaj filloi të japi mësim në shkolla të ndryshme të kryeqytetit. Së pari e caktuan në 1951 në Peshkopi, ku Kallata, vajza e dajës së tij, thoshte që Robert jepte të gjitha lëndët që ishin aty për të dhënë jepte Roberti. Dhe ka dhënë në gjimnazin Qemal Stafa, ka dhënë gjimnazin Ismail Qemali, ka dhënë anatomi, darwinizëm, biologji, higienë.
në gjimnazin Partizani prap frëngjisht e Në një moment delikat të kësaj periudhe si mësimdhënës, për idejtë e tij të përparuara, me që u konsiderua një rrezik për ideologjinë dhe sistemin edukativ komunist në shkollë, u pezullua nga puna dhe u dërgua të punonte në shkollën fillore të fshatit Surrel të rrethit të Tiranës. Por ai kishte gjetur të mesmen e artë në atë sistem kundërshtish ekstreme, të jetonte i tërhequr në heshtje dhe në vetmi. Nuk është i drejtuar në një kah të dijes, po është i drejtuar në të gjitha kahet e dijes. Është një profesor kimie në një shkollë të kryeqytetit, por në të njëjtin kohë ruan edhe atë figurën e një intelektuali që bindjet e veta nuk i ekspozon, por në të njëjtën kohë për bindjet e veta është ulet në atë vetmi, e krijon vetmin, një eremit që ka jetuar mes njerëzve, se zakonisht eremitët gjenin vende të largta dhe të vetmuara. Ai ishte një eremit që jetonte në kryeqendrën e Shqipërisë dhe shfaqesh aq sa donte ai në rrethet caktuara dhe atje ku donte ai të shfaqej, sepse nuk donte të rrezikonte në të njëjtën kohë as veten, po dhe as të tjerët. Edhe ky modeli i njeriut që bën gjithçka për të mos rrezikuar as veten dhe as të tjerët, të Robert Prifti është i veçantë. Ishte person që rrinte shumë vetëm, shumë rrethi, edhe jo ndoshta e shpëtoi, jo ndoshta po ajo e shpëtoi që ai nuk hapej me të tjerët, që s'hapej as me mua, as me njerëzit e tjerë, dhe ajo e shpëtoi ndoshta, por dhe nuk e kishte problem të rrinte vetëm, se njerëzit kanë frikë nga vetmia. Unë në vetmi nuk gjendem kur vetëm, kam shumë shok, kam mendimet e mia. Pastaj, dikur, mamaja u smur, mamaja ime, u paralizua dhe gjendja në shtëpi u rëndua shumë, sigurisht edhe për Robertin ishte një përveç edhe për mua sigurisht si fëmijë që isha, dhe për Robertin ishte një goditje e madhe. Luigjina paralizohet. Atëhera i bëhet burri, gruaja, babai, nëna, njeriu që ndjek të birin në sport, që i thotë që këtu më ke pëlqyer, këtu s'm ke pëlqyer, këtë e bëre mirë, këtë s'e ke bërë mirë. Nuk është çështje këtu vetëm e një intelektuali që harrohet tek intelektualizmi i tij, po kemi edhe një familjar që me një përkushtim të pa imagjinueshëm ka një grua të shtrirë në krevat që do shërbim, ka një djalë që e rrit dhe e bën sportist, ka një njeri që e paraqet si profesor, por në të njëjtën kohë ka një intelektual që nuk rresht një sekond të ditës së tij për të ndërtuar imazhin e shpëtimit të një shoqërie.